Bombardime të rënda e të pandërprera po e shoqërojnë ofanzivën toksore të ushtrisë izraelite në Gaza, në përpjekje për ta pushtuar plotësisht atë. Të paktën 78 persona janë vrarë nga sulmet ajrore që po kryen Izraeli në të gjithë ripin e Gazës, që nga mëngjesi së martës, sipas autoriteteve lokale. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka konkluduar se lufta gati 2 vjeçare e Izraelit në Gaza përbën gjenocid, duke ngritur shqetësime serioze për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Këto vdekje nuk po i bëjnë as pak përshtypje ministrit të mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, i cili shkroi në rrjetin social X se Gaza po digjet. Lider nga vendet islame janë mbledhur në Doha të Katarit pas sulmit të 9 shtatorit që Izraeli kreu në kryeqytet. Ata dënuan ashpër ofenzivën izraelite, duke e cilësuar si një sulm të pabesë ndaj Katarit dhe një gjenocid të vazhdueshëm në Gaza. Sipas shifrave më të fundit, Izraeli ka vrarë të paktën 64.964 persona dhe ka plagosur 165.312 në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Mijëra të tjerë dyshohet se ndodhen ende në rrënojat e godinave të shkatërruara nga bombardimet. Shënjestër.net